Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt, vjojmë të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Me mua në studio është bashkuar zoti Edmond Stojku, koordinator kombëtar i Partisë Aleanca Demokraciere. Zoti Stojku, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fax News. Faleminderit juve për ftesën. Zoti Stojku, sot jemi në një ditë tepër të rëndësishme. 7 mars, dita e mësuesit, dita e arsimtarëve, dita e arsimit. Por ndërkohë çdo ditë më shumë ne shohim që po përballemi me problematika të reja, problematika të shumta të cilat lidhen konkretisht me arsimin. Përpos urimit tuaj në këtë ditë të shënuar, ku është gjendja e arsimit sot? Me çfarë po përballet arsimi sot? Me çfarë po përballen brezat e rinj sot? Së pari, respekt dhe mirënjohje për gjithë trupën e mësuesve, kudo në Shqipëri, të cilët janë themeli i shoqërisë të shëndosh. I shoqërisë të shëndosh jo vetëm thjesht arsimore, të dijes, por dhe psikomorale. Sepse në fund fare, mësuesit nuk konsiderohen thjesht dhënësit e dijes dhe arsimit të popullatës, po konsiderohen edhe edukuesit në aspektet e tjera morale të moshave nga 7 deri në 18 vjeç, ku është arsimi fillor dhe i mesëm, dhe mbi 18 vjeç arsimi universitar, i cili është vërtet më specifik, por është krejt i domosdoshëm, krejt i nevojshëm dhe me vlerë për shoqërinë. Pra, këtu po ju them të gjithë mësuesve të Shqipërisë, gëzuar 7 marsin. Ju jeni vlerë për ne, dhe ne jemi kerenar për punën tuaj të devotshme dhe të palodhur gjithmonë me brezat cilat përcaktojnë të ardhmen e vendit. Por patjetër që është nder që ne të kemi një trup mësuesish, arsimtarësh të mrekullueshëm për të vijuar dhe për të ngritur breza sa më të suksesshëm. Por aktualisht që ne flasim, unë e thash pak më parë që kemi hasur një sër problematikash të ndryshme dhe shqetësimesh të ndryshme, mos vallë ndoshta në një farë mënyre politika duke ndërhyrë drejt për drejt në çështjet e arsimit, e ka kthyer këtë të fundit në një formacion ushtarak ndaj qeverisjes. Ne kemi një statistikë e cila është shumë interesante vit pas viti. Pra, kemi ulje në nxënësve në shkollat parauniversitare me 3.6% dhe ulje në numrit të studentëve, pra universitar, me një shifër rreth 3.8%. Shifër e cila vjen çdo vit në të njëjtin standard, në të njëjtin nivel, pra pjesëmarrjen e të rinjve dhe të rejave, si në arsimin parauniversitar, si në atë arsimin profesional, ashtu dhe në atë universitar. Pra, në një mënyrë ose tjetër, ne këtu duhet nxjerrim shkaqet. Po ajo që është që vlen theksohet dhe shumë e rëndësishme është që edhe pse numri i nxënësve dhe studentëve ulet si numër, pra nga 18.3 student që ka qenë, ka vajtur në 15.1, çuditërisht cilësia e arsimit të rinis para dhe pas universitare, çuditërisht është, sipas raportit të PISA-s të vitit 2022, është cilësisht më e keqe. Si në matematikë, si në fizikë, si në lëndët natyrore, ashtu dhe në lëndët gjuhësore. Që do të thotë, ne po instalojmë në një mënyrë ose tjetër, jo thjesht analfabetizmin si fenomen, po analfabetizmin funksional. Që do të thotë, të dish, të shkruash dhe të lexosh, nuk mjafton, sepse kjo duhet shoqëruar të dish të shkruash, të lexosh, të kuptosh, të konceptosh dhe të japësh një produkt i cili do të ishte i vlefshëm për shoqërinë. Zoti Stojku, cilësia e arsimit se reflektohet në arenën politike dhe në përfaqësuesit tanë politik? Në të vërtet, ne këtu kemi... Se kemi, do me thënë të paktën në kohët e fundit, kemi akuza goxha të rënda të drejtuar radhëve të politikës për mungesë të diplomës së gjimnazit, akuzat cilat lidhen me... Unë kam qenë deputet në Parlamentin Shqiptar, jam hasur me këtë fenomen direkt, pra e kam prekur, shikuar, ndijuar, provuar personalisht atje. Niveli përfaqësuesve, pra mungesa arsimit cilësor ka sjell që niveli përfaqësuesve të popullit që janë në kuvendin e Shqipërisë lë shumë për të dëshiruar. Pra, duke mos qenë të mirë arsimuar, ata nuk kanë mundësi të ngrenë tematika, të
të bëjnë ligje të mira, të krijojnë projekt ligje dhe në fund fare dhe ti kuptojnë ata dhe kur vi puna votimit, ata janë të përgjithshëm për çfarë votojnë, që do të thotë. Edhe jo thjesht për të ngritur kartonin. Jo, nëse një projekt ligj bëhet nga një grup profesionistët, të cilët gjenden brenda kuvendit, ai projekt ligj minimalisht do të jetë në të mirë qytetarëve. Po çka ndodhur? Duke qenë se niveli është vërtet shumë i ulët dhe intereset e grupave të interesit janë shumë të mëdha, në përgjithësi, trupa e deputetëve në Parlamentin Shqiptar është përdorur për të votuar pikërisht ligje të cilat janë për grupe interesi, mos themi dhe për individ të caktuar, që në rastin konkret, nëse t'jemi të qartë me publikun, konsiderohen si oligark. Pra, ligjet në Parlamentin Shqiptar, sot që ne flasim, janë ligje që po t'i shosh me kujdes, del konkluzione që janë ligje me emër. Ligji Mondit, ligji Benit, ligji Tanit, ligji Hysenit, Hasanit, e tjerë e tjerë. Pra, ky është një fenomen, sinqerisht e them, në aspektin e shumatorës së mbledhur, e paketës së ligjeve të miratuara, fenomen vetëm shqiptar. E qartë, po, në të gjithë këtë grumbullin e paaftësisë ose jo profesionalizmit të mbledhur në Parlamentin Shqiptar, a kam betur ndonjë profesionist real në përfaqësinë tonë? Atëherë, kjo është shumë e bukur, është pyetje shumë interesante, për shkak se unë kam konsumuar jetën parlamentare dhe kam një kompetencë. Dhe aq më sa që njihni ju. Po, kam një kompetencë për t'i bërë një analizë. Absolutisht është e vërtetë që një pjesë e vogël, 15 deri 20 parlamentarë, të cilët në aspektin e parlamentarizmit të shtrirë në 30 vite demokraci, janë senatorët e parlamentit, që do të thotë, janë të arsimuar mirë në atë kohë, janë specializuar në këtë kohë, kanë marrë pjesë në projekt ligje, kanë bërë gati ligje për miratime tjera tjera. Dhe këta janë korpusi që në të vërtet prodhojnë këto ligje që unë thash me emër dhe mbiemër, personal, dhe janë nxjerrin gjithë trupës tjetër, e cila, për hir të vërtetës, ndoshta nuk ka as ekspertizën e nevojshme për t'i kontrollu dhe vetëm thjesht i anoncon ato nëpërmjet votës. Pra, mjeshtrat e krijimit të ligjeve individuale, të cilat nuk janë për publikun e gjerë, nuk janë në interes të popullatës, ekzistojnë, janë pak dhe janë ato pastaj që sjellin, krijojnë ato hullit e interesave të grupeve dhe individeve të cilët nuk i vlen popullit shqiptar. E qartë. Ndërkohë, zoti Stojku, ajo se çfarë diskutohet më së shumti aktualisht në vendin tonë është dhe janë për hir të së vërtetës çështjet më të nxehta të drejtësisë dhe goditjet që kjo e fundit ka filluar të realizojë ndaj disa personazheve të cilët deri dje ne imagjinonim si të paprekshëm për shkak se ishin personazhe të veshur me një pushtet relativisht të madh. Çfarë ndodh sot? A ka ndryshuar lëvizjet, ka ndryshuar fryma, ka ndryshuar strategjia, ka ndryshuar ai ose ajo përfaqësi që realisht merret me këtë çështje? Jetojmë në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe Spaku ka sjellë një shpresë të re për publikun shqiptar. Spaku sot, po të bëjmë llogarinë e pëlqimit publik në përqindje, është partia më e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve me 81% të mbështetjes. Shumë e madhe, një përqindje shumë e madhe. Pra përqindje e cila nuk ka ardhur rastësisht ose relativisht, po ka ardhur sepse është parë që është goditur korrupsioni, janë goditur të paprekshmit, dhe është krijuar ideja që kjo mendësi, kjo reform, ky moment kur drejtësia do të filloj të duket dhe të japë frutet e veta, lidhet pas gjithshmërisht me emrin e Spakut dhe pëlqimi i popullatës, jo vetëm që nuk bie, por vetëm rritet gradualisht dita ditës. Pra, ne po jetojmë një periudhë krejt tjetër, krejt të veçantë, sepse në fund fare, drejtësia nëpërmjet organeve dhe drejtësia sociale nëpërmjet koncepteve demokratike janë shumë të nevojshme dhe të domosdoshme. Ky popull ka nevojë sot për lirinë e shprehjes, për lirinë e mendimit, për lirinë e veprimit. Element këto që në këto 35 vite demokratur, anarshi, jo demokraci
dhe pluralizëm, në një mënyrë ose tjetër kanë hyrë në kornizat të ngurta, toka është bërë mjedis acid, mjedis toksik, ku nuk lindin dot forca dhe individ të rinj, lulet e reja zhduken, jo vyshken dhe thahen, por zhduket pa lindur dhe pikrisht duke luftuar këtë element që është korrupsioni, këta element që deri dje ishin paprekshëm. Për petalet e trëndafilit socialist, profesor. Për petalet e trëndafilit socialist sjell në vëmendje fjalimin e petalistit socialist në Kongres. Shumë e çuditshme për hir të së vërtetës. Ky brez ajo është më tepër se e çuditshme, është e frikshme, sepse nuk mund të jetë modeli i një rinie, po them, moderne, përparimtare, perëndimore. Edhe duke ndikur të linjën e përparimit dhe perëndimit, shoh vazhdimisht që të paktën pjesa më e madhe të rinjve të cilët fokusohen tek një forcë politike, po flas gjithmonë për në Europë apo qoftë në perëndim, kanë fuqitë të tyre, kanë kritikën, kanë fjalën e lirë, pse jo të drejt për drejt edhe kundrejt kryetarit apo dhe ecit të forcës politike. Ndërkohë ne këtu në Shqipëri i bëjmë mbret, i bëjmë perëndor, i bëjmë zotra. Lëvdata dhe lëpirja e krijuar si koncept real standard i ngjitje në politikë dhe në administratën e lartë publike ka sjellë këtë. Por ti je i sigurt, ka ardhur koha e ndërshkimit, jo në kuptimin banal të ndërshkimit. Ata që kanë shpërdoruar besimin e publikut shqiptar në këto 35 vite, duhet paguajnë dhe do të paguajnë. Sa ndikues do të jetë roli i prokurorisë së posaçme, profesor Stojku, tek drejt për drejt e këto zgjedhje parlamentare, duke patur parasysh edhe statistikën që u përmendët pak më herët, atë pëlqyeshmërinë mbi 80%. Në deklarim publik të kryeprokurorit Spagut, zotit Dumani, realisht ai tha një të vërtet madhe, që i vjen nga puna e tyre gjermësot, punë e cila nuk ka pasur asnjëherë të ndalur, ka qenë graduale, ka qenë ndoshta ndonjëherë dhe më e avash se ç'duket, por duket që do të shkojnë deri në fund synimit dhe qëllimit për cilin është ngritur. Ai ka thënë, ne nuk kemi, kur e pyetën që do ketë ndikim Spaku në fushatën elektorale mes partive e tjera, ai tha, ne jemi një organ i depolitizuar, kemi programin ton, kemi synimet tona, kemi misionin ton, kemi qëllimet tona dhe ne bëjmë punën ton dhe ne vetëm do të ecim përpara. Por ne s'ka rëndësi. Është kohë e qetë, kohë fushate, ka zgjedhje, s'ka zgjedhje. Drejtësi është drejtësi. Drejtësi është drejtësi. Po, ndërkohë e fundit se e takon kësaj çështje, prisni goditje të tjera, profesor? Unë mendoj që goditjet në establishmentin 35 vjeçar, fenomenet korruptive, fenomenet e vjedhjes dhe grabitjes pronës, fenomenet e përçudnimit të individëve me vlera, fenomenet e pa diskutueshme të shërbimit qoftë dhe të agjensive të huaja, fqinje, të cilat na rrethojnë ne dhe kanë qenë, ta them plot gojën, komplet dashakece dhe kanë gjetur terrenin për të implementuar programet dhe planet e tyre të zeza mbi popullatën shqiptare, mbi shtetin shqiptar, mbi kombin shqiptar, ju ka ardhur fundi në një mënyrë ose tjetër, ose ka filluar fillimi i fundit për të qenë më të saktë. Dhe kjo vetëm nëpërmjet organeve të reja të drejtësisë, jo vetëm Spakut, por dhe GKK-s. Mos ta harrojmë asnjëherë. Statistika e ngritjes së problematikave ose procedimeve nga Spak, që kalon në GKK, që në rastin konkret ne jemi pothuajse të gjithë denoncimet në Spak, kanë marrë miratimin pothuajse në 100% GKK, kjo tregon edhe nivelin e lartë profesional të hetimit të Spakut, sepse nëse Spaku do kishte bërë gabime proceduriale, gabime dokumentare, e tjerë, problematikat drejtësisë, atëherë gjykatat speciale do të kishin kthyer çështjet. Sot që ne flasim, pothuajse çdo çështje e ngritur nga Spaku është miratuar dhe ka vazhduar të marrë miratimin edhe në gjykatën e posaçme shkallës parë dhe në gjykatën e apelit të posaçme. Profesor Stojku, në këto minuta të fundit të kësaj hapësire dua të fokusohem pak tek Aleanca Demokracie e Re. Ju keni qenë deputet i Parlamentit të Republikës Shqipërisë në logon e një tjetër partie politike, por në këto momente vini në logon e Aleancës Demokracia e Re.
Pse është kjo lëvizje nga ana juaj? Çfarë synon Aleanca Demokracia e Re? Pse të rinjt, pse qytetarët duhet i bashkohen lëvizjes tuaj dhe ajo se si ne e nisëm këtë hapësirë për hir të së vërtetës, ju thatë koordinator kombëtar i Partisë Aleanca Demokracia e Re dhe nuk zgjodhët që ta quanit veten kryetar i kësaj force politike. Dua të ma shpjegosh pak këtë ndryshimin dhe se çfarë kërkoni ju të arrini me këtë ndryshimin e termave të kryetarit me koordinatorin kombëtar. Ndryshimi i terminologjisë, sepse kryetari është institucion, nuk është thjesht individ. Nga kryetar në koordinator kombëtar i Partisë Aleanca Demokracia e Re, ka të bëj me konceptet që ne kemi ku qytetarët nuk janë thjesht spektator, por janë pjesë e vendimarrjes. Dhe risia jonë kryesore, të cilën sot dua ta prezantoj, është karta antarësimit dhe përfaqësimit, e cila mundson që çdo antar të marrë pjesë çdo antar të marrë pjesë në vendimarrje përmes një votimi online. Pra ne kemi bërë gati një kartë e cila është kartë digjitale, shumë e sigurt, që mund ta përdor vetëm një antar, pra është e sigurisë lartë. Ai që pranon këtë kartë bëhet jo vetëm antar i Aleancës Demokracia e Re, por është votues i përhershëm në 100% të gjitha ngjarjeve që ndodhin brenda Aleancës Demokracia e Re. Një përmbysje të strukturës nga partitë e tjera, forcat e tjera politike. Po, sepse në të vërtetë e keni zgjedhur këtë si një lloj strategjie që të afroni më shumë qytetar, të afroni më shumë të rinj, të afroni më shumë persona me ambicie dhe persona të cilët në një farë mënyrë kërkojnë ndryshim? Absolutisht po, sepse të kërkosh ndryshim është, po themun, dhe kërkesë biologjike e individit, sepse vetë jeta, vetë individi zhvillohet nëpërmjet ndryshimit. Dhe që të kërkosh ndryshim në situatën, po themi në pellgun, moçalin e politikës shqiptare, duhet me patjetër të ofrohet një alternativë e cila shifet si zgjidhje. Dhe kur ti i thu në kartën tënde të antarësisë, ti merr pjesë në çdo vendimmarrje me votën tënde, njerëzit aty ndjejnë që ka përfaqësim. Dhe aty ku ka përfaqësim ka vlerë. Aty ku ka përfaqësim dhe vlerë, aty ka përzgjedhje. Dhe për sa kohë ka përzgjedhje, ka dhe karrierë, ka dhe meritokraci. Pra, në një farë mënyre, individët të cilët vendosin të bëhen pjesë e Aleancës Demokracia e Re, nuk janë një dhe aq në rrjeshtin e madh dhe gjatë militantëve. Ne nuk kërkojmë militantë, ne kërkojmë persona të përgjithshëm, me integritet, me karakter, mundësisht të ditur dhe të arsimuar, mundësisht aktiv dhe proaktiv. Sepse në të vërtet, nëse do të ndërtosh një organizëm politik me këto mendësi, shanset që politika shqiptare të ndryshojë janë shumë të mëdha. Në moment që kemi transparencë, integritet, vlerë, intelekt dhe gjitha këto, të jesh i sigurt që njerëzit do të ikin klishes që të marrim i vend pune, të korruptohemi, të vjedhin pasuritë publike, të mendojmë vetëm për vete dhe s'ka ç'më duhet më tepër për të tjerët. Ndihmën e madhe këtu po na jep sistemi i ri i drejtësisë me SPAK dhe GKK. Këtu gjej rastin realisht i falenderoj. Ti falenderoj për një punë pa mohueshme, për një punë e cila kërkon shumë sakrificë, që ata e kanë marrë përsipër dhe do të jetë historia dhe populli shqiptar që do t'i vendos në ato pjedestale që ato do meritojnë. Në këtë vazhdën e këtyre deklaratave publike, profesor Stojku, që e kemi krijuar ne jemi individët të cilët e kemi iniciuar, nga ana tjetër kemi deklarata të tipit që me njëherë pas ardhjes në pushtet do ta shkrijmë totalisht këtë strukturë. Një koment mbase për këto çështje? Unë do ta filloj me një konkluzion timin personal. Unë them si kur komunizmi të ringjallet, sistemi të ri drejtësisë, SPAK-ut dhe GKK-s nuk ka që bën. Partnerët tonë Euro-Atlantik, të interesuar, të investuar, prezent gjithkohon në Shqipëri, që e kanë skanu politikën shqiptare dhe jetën e shqiptarëve në këto 35 vite, e para janë të mirë informuar. E dyta janë prezent pothuajse në gjitha akuzat dhe dosjet cilat janë plot dhe me të vërteta brenda, që shqiptarët e dinë.
por sistemi i drejtësisë nuk funksionon me atë që unë e ti dim, me atë që njerëzit dim. Sistemi funksionon mbas fakteve dhe provave cilat do jenë pa kundërshtueshme. Dhe pikërisht këtu qëndron ndihma e madhe e tyre, jo thjesht në investimin monetar që ata kanë bërë për sistemin e drejtësisë, që kanë përllogaritur një afat kohor për 10 vitesh. Ata janë prezent në çdo fjalë, në çdo gërm, në çdo dosje, në çdo fashikull, sepse realisht ka vërtet shumë nevojë. Ne nuk kemi qenë pa sistem drejtësie, por në të vërtet sistemi ynë i mëparshëm i drejtësisë, vetëm drejtësisë ka dhënë. Ndoshta me Zotin e Madh, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europën dhe Bashkimin Evropian në krah, ne do mundemi ta nisim një histori të re të popullit shqiptar, mundësisht të kombit shqiptar, si patriot, jo si nacionalist, vetëm me drejtësinë e re. Ndërkohë edhe Aleanca Demokracia e Re është regjistruar si parti e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare, profesor Stojko, apo jo? Po, patjetër është regjistruar, po merrem me listat e kandidatëve në të gjithë territorin shqiptar, shpresojmë të mbledhim të rinj dhe të reja. Sa më shumë, të ditur, të arsimuar, që kanë dëshirë të merren me politikë, që kanë dëshirë të japin kontributën e tyre për zhvillimin dhe përsosjen e modaliteteve për të zhvilluar këtë vend, dhe njëkohësisht besoj dhe këto dua ta saktësoj, ne jemi me një parim krejt tjetër, një mendim krejt tjetër. Rinia nuk është thjesht mosha biologjike. Rinia është mendësia. Nuk është e thënë që një 50, 60, 65 vjeçar të mos ketë mendësi rinore, dhe nuk është të thënë që një i ri dhe 20 vjeçar të mos ketë një mendësi të plakur, të prapambetur, që nuk i shërbej shoqërisë. Që do të thotë ne do koordinojmë, pra ne nuk e shohim si një mënyrë që një brez të zëvendësoj tjetrin. Jo, mendësia rinore e grupeve të ndryshme, e brezave të ndryshme, të ndërthurur me njëra tjetrën, hyn në strategjinë tonë. Por mirë do të ishte që shumica dhe në aspektin biologjik të ishin të rinj dhe të reja që duan, kërkojnë, punojnë për të marrë në dorë fatet e vendit, sepse realisht duam apo s'duam ne, të rriturit në demokraci kanë tjetër qasje, tjetër mentalitet, tjetër formim, tjetër botkuptim që do t'i shërbejë vërtet këtij vendi. Mjafton që ata të jenë patriot në radhë të parë, partner me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të jenë pro drejtësisë re, e cila është filiza e parë për të likuiduar njëherë dhe mirë një mentalitet kriminal, bashkëpunues me krimin, korruptiv dhe i dëmshëm për jetën e brezave në Shqipëri. Dhe më rëndësishmja të rinj dhe të reja, jo me mendësi petalesh, trëndafilesh, karafilesh, apo ku di unë çfarë tjetër. Kjo nuk diskutohet dhe no comment. Të falenderoj shumë që ishe sot në Faktsios, ishte kënaqësi profesor Stojko. Kënaqësi dhe për mua. Ne shkëputemi në publicitet.